Rritja e sasisë së prurjeve të lumit të madh në liçenin e Ulzës ka bërë që kompania Kurum të detyrohet të hapë porta shkarkuese të ujit në të dy hidrocentralet, atë të Ulzës dhe Shkopetit. Prej të mërkurës, këto dy hece po shkarkojnë ujin e tepërt për shkak se niveli i basenit të të dy liçeneve ka arritur në pikën maksimale. Ndërkohë edhe gjatë ditës së premte, hidrocentrali i Shkopetit po shkarkon ujë me 2 porta të hapura, ndërsa i Ulzës me 1 portë të plotë dhe 2 porta gjysmë. Të dy hidrocentralet punojnë me kapacitet të plotë. Në Ulës janë 4 tombino me 16 m3 në sekond dhe në Shkopet punohet me 2 tombino me nga 35 m3 në sekond. Ndërkohë burime pranë hidrocentralit të Shkopetit thonë se shkarkohen aktualisht 400 m3 ujë në sekond për shkak të hapjes së portave të hidrocentralit të Ulzës dhe prurjeve të mëdha të përrenjve në zonën e Madheshit. Ndërkohë, ekspertët ngrenë shqetësimin që hapja e portave në këtë periudhë në hidrocentralet Ulës dhe Shkopet mund të shkaktojnë përmbytje në ulësirën e Milotit dhe disa fshatra të Lezhës deri në Grykderdhin e lumit të madh në detin Adriatik.